Jemi këtyre në studio dashumi që është ndezur debatin në fakt për pronat në Shqipëri, se ku mund gjejmë një apartament të lirë për të jetuar dhe është më mirë me qira apo ta blejmë. Sigurisht kjo do të jetë pikpyetje që do të zgjidhim në minutat në vazhdim, përsa kohë tregu është gjithmonë në rritje. Po përse kjo rritje do të kemi mundësi ta sqarojmë tashmë nëpërmjet të ftuarve në studio. Kemi kënaqësinë të themi mirëmëngjes Oksana Genkina, sipërmarrëse, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Dhe gjithashtu, i themi mirëmëngjes së zotit Armand Shkëmbi, ekspert pronash agent imobiliar. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. E nisim me Oksanën, si e ftuar zonje jona, cilat faktor duhet të merren parasysh kur zgjedh midis marrjes me qira dhe blerjes së shtëpisë? E di, unë gjithmonë kam ishte e bindur edhe vazhdo të jem e bindur për këtë gjë që duhet më mirë të blesh. Kam disa arsye pse. Pse duhet marrësh një herë me qira të them, mund të jetë vetë me mendim se nga shqiptarët cili kanë po mendon për ta qëndruar për një afat shkurtër, edhe mund të për të lëvizur diku jashtë shteti. Por prap e sugjeroj për ta bler. Pse? Sepse duke bler një pronë është investim. Sot jemi kësaj tregë që kërkesat janë më shumë se pronët. Edhe derisa vazhdon të jetë në rritje kjo treg, vazhdon të rritet edhe vlerën e pronës. Këto diskutimet e gjithë fluckët që do bie çmimet, unë mendoj sipas analizave dhe statistikët që ne kemi gjatë edhe 3 vite, 4 vite të fundit, se marrim gjithmonë të fundit, nuk mund ta marr që ka qenë para 13 vite kur kanë filluar, derisa vazhdoj të rritet kërkesa, vazhdoj të rritet edhe vlera e pronës. Kështu që në fundi prap i ke një investim cili i ke në përfitim në vlerën e pronës, edhe i ke të ardhurat në ana monetare të siguruara. Edhe në qoftë se i ke në ndërmend të largohesh në shtet tjetër, prapë ke një mundësi të ardhurat edhe brenda në shtetin tënd. Mirë gjë, marrim një përshtypje nga zoti Shkëmbi. Ju si mendoni dhe nëse do të vinim në një raport mes njëra tjetrës qiran dhe të blerit një apartament, si qëndrojnë me njëra tjetrën? Pra, nëse duhet jetoj me qira që mund të ketë një kosto X, a ja vlen më mirë që ta blejmë një apartament nëse mendojmë që ta zhvillojmë jetën brenda një qyteti? Unë mendoj që varet nga faza e jetës ku je. Nëse ti je stabilizuar, pra je tani me një partner apo partnere dhe po mendoni afatgjatë për të qëndruar në Shqipëri, blije. Nëse nuk ke vendosur akoma se kush do jenë fazat e tjera të jetës, është më mirë me qenë fleksibël, sepse për 2 vite ti ndoshta do ikësh në një qytet tjetër Shqipërisë, jo detyrimisht do emigrosh. Do ikësh në Sarandë apo do ikësh në Shkodër, po them unë, dhe prona të kufizon pak. Pra unë jam për blerjen kur je stabilizuar në jetë dhe për qiran kur nuk e vendosur akoma. Po, dhe kjo është në aspektin teorik, mirë po, është edhe kjo çështja që çdo vite më shumë për shkak të kërkesës rriten të dyja vlerat. Ndodh që për disa të ardhura mesatare, po themi 100.000 lek të reja, ty mund të ndodhë që të blesh një pronë e cila këstin e kredis ta ketë 80.000 lek. E qartë. Dhe ti nuk arrin do të ndoshta të përballosh jetesën, ose të përmbyllësh muajin, kështu bën në thonjza një zgjedhje pragmatiste dhe zgjedh një qira e cila shkon 45.000 lek apo 50.000 lek. Bëhet dhe kjo lloj jemi duke folur për qirat, domethënë sa më afër qendrës. Bie fjala, një çifti profesionistëve. E mora shembull se mund të jemi edhe gabim. Nëse janë 2 profesionistë të rinj që kanë rrogat nga 80.000 lekë të reja, apo 1.000 euro në muaj secili, vështirë se blejnë do shtëpi në qendër. Do blejnë në periferi të freskë, Astir, Paskuqani është opsioni mirë tani, dhe për 2 profesionistë të rinj mund të përballojnë një kredi për apartament 1+1 në periferi. Ka dhe firma ndërtimi tani që të ndihmojnë për kreditimin në ndërtime sipër. Pra për profesionistë të rinj jemi okay. Për shtresat e tjera pastaj. Më pëlqen shumë që e morë të rrogën e llogaritet nga 1.000 euro dhe që e morëm shembull se ka edhe më dhe mund ta blejnë në periferi, por mund të marrim edhe ata që kanë 2 rroga bazë minimale, që mund të shkojë gjitha në. Unë gjithsesi nuk jam shumë dakord me këtë pjesë. Që bëhet praktikisht e pamundur për ta blerë. Shiko mua, për klasën punëtore shumë e vështirë të blenë shtëpi në Shqipëri. Ky është fakt. Pra, nëse kanë 2 persona rrogat nga 500.000 lek, nuk blenë do të shtëpi, nuk je banka kredi, ose do blenë pallat Kosë e Enverit në periferi të Tiranës, dhe ato tani kanë filluar të bëhen të paprekshme. Unë jam dakord që çmimet janë shumë të larta. Jemi duke thënë si zgjidhet kur ti do të blesh. Përndryshe, këto shtresa pastaj do vazhdojnë të rinë me qira derisa idealisht kemi në luhatje të tregut. E qartë.
Nuk jam shumë dakord me kolegu, pasi mendoj që gjithmonë duhet mendojmë për të çfarë do kemi ne kur do jemi në moshën e pensioneve. Edhe jemi ne, kur të jemi në këto moshën që jemi ne aktualisht, nga mosha 20 deri 40-45 vjeç, duhet patjetër duke menduar për ta blerë një shtëpi me kreditim. Se kur të mbaroj kredia, kur të jem pensionist, si të vazhdoj të paguaj qiraja? Ja ta marrim një shembull. Si mund ta blej një çift të sapo martuarish ose pa u martuar që janë fejuar dhe duan ta blejnë një apartament, qoftë kjo në periferi me 2 rroga minimale, pra që shkojnë 450.000 lekë të reja, e gjitha mund të shkojnë tek 1.000 euro në total. Në qoftë se gjithmonë kredi... Dhe sa para pagim duhet ata të kenë? Gjithmonë duhet të flasëm, në qoftë se një qift i shef për një apartament 1+1, oke? Nuk shef një apartament të madhë, se nuk po marem një familjen të madhe. 2 rroga dalin, sa bie 1.000 euro në total gjithsej. Oke, certifikat familjar janë vetëm 2 veta, nuk e kanë fëmijë, nuk e kanë prindrit në certifikat familjar. Kështu që një këst duhet që të dalit diku 20%, 20-50% nga vlerën. Nuk e marrë do të kredi, në qofë se kanë të 2, me afat gjatë kontratët e punës, në qofë se nuk janë 6 muaj, të pak të një vit janë në punë, se këtu banka shëqur nuk e kërkon që ta jetë kontrata punët 10 vjeçare, si që mund të jetë në Europë. Nuk e kërkon që të ke punuar 5 vetë edhe ke siguruar pa ndërprerja punën ku je. Bankët e Shqipëri kërkon që të ketë minimalisht një vit në marrëdhënie pune. Është goxha normale kushtet e kërkesës. Edhe më mirë të paguash ato edhe qiraja sot minimale në Tiranë që flasëm, do të jemi realist, minimum 350-400 euro, 450. Tani ato vlerë, mos është më mirë të paguash për një të ardhmë tënde? Edhe do kesh nesër pas nesër një shtëpi? Edhe në qoftë se mbas 5 vit, 6 vit, i ke krijuar fëmijë, ke familje i ke zgjeruar, më mirë të rishesësh jam shumë dakord për problemin, qoftë se kësti i kredis këtij çifti bie rreth 400 euro në muaj ose 300 euro në muaj, me si do jetojnë? Okej, marrim shembull. Në qoftë se nuk e kanë as prindrit ku të shkoj, a duhet paguaj qira prap? Po. Okej. Në qoftë se ne marrim përballë që pjesa më e madhe që janë ka ardhur nga qytetet e tjera në Tiranë, se nuk janë gjithë tiranësat, të themi, cili banon në Tiranë, janë shumë nga qytetet e tjera, edhe duhet prap diku të qëndron, janë prap duhet paguaj qira. Nuk është se kanë zgjidhja muaj tjetër qiraadhënësi se nuk do marrë pagesë, njësoj edhe banka. Kështu që unë mendoj që duhet paramenduar dhe është thjesht matematika shumë e thjeshtë. Ndërkohë, zoti Shkëmbi, në vëzhgimet e tuaja të paktën këtij vitit të fundit, mbase jam gabim, ju më korrigjoni, po të paktën unë çfarë kam konstatuar duket se edhe sipërmarrësit, edhe ndërtuesit po bëjnë ndërtime inteligjente. Në thonjza e quaj inteligjente sepse po zvoglojnë inkubaturat e shtëpive, pra po themi një shtëpi 1+1 mund shkoj deri në 50 metër katror, kjo ndoshta për t'i dhënë mundësinë një çifti apo kujdo që ta shlyej këtë apartament. Ndërtuesit po, është e vërtetë. Apartamenti më i shitur në Tiranë është gjithmonë 1+1, që ne në industrinë imobiliare dim që nuk gjejmë dot apartamente 1+1, se ato merren edhe për qera fatgjata dhe për Airbnb dhe çiftet e reja dhe beqarët, të gjithë duan apartamente 1+1, kështu që shumë ndërtuesi kanë hedhur sy tani të optimizojnë hyrjet e tyre, mos t'i bëjnë nga 150 metër katror, po t'i bëjnë 60 apo 70 1+1, se 50 nuk kam. Po mirë, e mora shumë. Po, kanë filluar që në zona sidomos që janë më buxhetare, se në zonat elitare, afër qendrës nuk para e shojnë këtë faktor, në zona më buxhetare i shikojnë sipërfaqet e apartamenteve. Pra 1+1 të vegjël, 2+1 të vegjël, ka dhe ndërtues që s'është vendi përmend me emra, që e kanë menduar herët këtë punë, që përpara 10 vitesh, pjesa tjetër tani kanë filluar të bëjnë llogarit që njerëzit nuk e blejnë dot një apartament të shtrenjtë. Kështu që shkurtojnë metrat katror. Po, për vetë faktin edhe pse familjet e lindshmëria në Shqipëri është ulur ndjeshëm, kështu që familjet janë më të vogla dhe rrjedhimisht apartamentet gjithashtu. Por nëse do ndaleshim pak dhe pyetja është për të dy tek sistemi bankar, sa e favorizon banka pikërisht le të themi një çift të ri që duhet patjetër ta blejë një apartament? Gjithmonë në varësi të të ardhurave, fatkeqësisht. Tani nëse në punë shteti unë e di që pagat nuk janë shumë të larta, por në sektorin privat janë rritur pagat. Jemi mbi 700.000 lekë, se unë punësoj njerëz dhe është e vështirë të gjesh njerëz me 500 apo 600.000 lekë të vjetra të kualifikuar, të shkolluar. Kështu që jemi mbi 700.000 lekë, 800.000 lekë e sipër, dhe në këto ujëra bankat japin kredi për një çift të ri,
në një zonë periferike që një apartament 1+1 mund të shkoj, po themi 80 apo 90.000 euro, se 70.000 euro nuk gjejmë me tani. Pra kanë mundësi. Kur vem tek rrogat e sektorit shtetëror, aty pastaj është pak e vështirë për të u kredituar. Por lajmi mirë është që shumë ndërtues lidhen me banka tani, vendosin kolateral pronat të tjera që ata kanë dhe të ndihmojnë në procesin e kreditimit, pra paguan avash. Gjithsesi, Oksana, a ka skenar specifik ku marrja me qera mund të jetë më e thjeshtë se sa blerja e një shtëpie? Unë mendoj që mund të jetë për herë si bazë, si fillime për ato që kanë ardhur nga qytetet e tjera, për të stabilizuar muajt e para, por unë gjithmonë e shoh afat gjatë. Nuk e shoh vetëm sot për sot, prandaj i kam qofse klientët më kanë pyetur Oksana si mendon, më mirë të arri edhe 2-3 vite me qira edhe ta blej pastaj, unë gjithmonë jam sugjeroj për ta blerë. Jo vetëm sepse unë i shes prona, sepse unë e shes prona sepse kjo është punë që më e pëlqen patjetër, por gjithmonë e shoh ftohtë. Nesër pas nesër, a i më vjen për unë të reshes këto prona. Edhe unë gjithmonë në sugjeroj aty ku mund të ble me çmime më të mirë, edhe nesër pas nesër të përfitoj sa më shumë edhe klienti im. Dhe në fakt, sa më shumë vitet kalojnë, gjithmonë kur kthejmë kokën pas të ma si nuk e blem atë, më ka qenë metri tokës kaq, ka qenë metri shtëpisë kaq. Kjo do jetë akoma. Do vazhdojmë të mendojmë Do jetë akoma të rrim këtu në vitin 2030, edhe të thua shaman, pse se ka mbler të ajo kulla që më kanë thënë mos e merë. Pse nuk po arrin do të shkëmbi, pse nuk po arrin do të ende Shqipëria të ketë një stabilitet të çmimeve të trojeve? Teme i gjerë, por Shqipëria sidomos tek apartamentet, se këtë diskutime bëjnë në çdo studio që vete me gjithë kolegët. Ne kemi shumë spekulim në këtë treg. Realisht kemi kërkesë, se ne të gjithë kemi bler nga një shtëpi, dikush ka bler shtëpi tjetër për ta dhënë me qera, por mua nuk më rezulton që çdo shtëpi është e banuar në Tiranë. Dhe këtë mund ta konfirmoj dhe njeriu mi thjesht, unë them që në çdo kat pallatin Tiranë ka një hyrje bosh, dhe një pjesë e madhe e ndërtimeve tani që ti shkon dhe thon janë shitur. Bëni një reportazh ju dhe ikni në për këto kantieret, pa hapur gropën gjithë thonë janë shitur, që nuk është e vërtet. Është një lloj spekulimi për të rritur dhe për të fryrë çmimet në mënyrë artificiale. Kapacitetet tona financiare, apo flasim tani që nuk po blejmë do të shtëpi, se s'na e banka kredi, ato janë kapacitetet tona reale. Si ka mundësi këto çmimet vazhdojnë e rriten, janë shitur të gjitha dhe ne nuk i kthejmë dot përgjigje pyetjes kush po i ble. Unë them që është i gjithi spekulim dhe herë ta vonë do t'i vi fundi dhe çmimet e këtij tregu do vinë tek ekonomia jonë reale. Sigurisht ka prurje nga jashtë, emigrantët huaj deri diku, po absolutisht asgjë nuk justifikon çmimet e momentit. Unë prap nuk jam dakord me kolegu. Jeni kështu sot i ke njoftuar 2 kolegët që le kanë goxha kundërshtime me njëri tjetrin. Ne na intereson mendimi të dyve. Jo, në asnjë mënyrë, jemi njerëzit vetëm me argument, vetëm duke bazuar me fakte gjithmonë. Dhe unë mendoj si zoti Shkëmbi, mendoj që ka shumë stok në kryeqytet. Patjetër, ne sepse unë duke marrë për bazë dhe faktet dhe statistikat edhe për Tiranë, edhe për pjesën e Bregdetit. Sa unë punojmë si shpërsh me shqiptarët, me blerësat e shitësat, edhe me blerësat e huaj. Edhe duke marrë parasysh që të huaj vit në vit janë vetëm vazhdojnë, gjithashtu vazhdojnë të vetëm në rritje kërkesës, edhe vazhdojnë të jetë rritja dhe shumë shtetet cile nuk e kanë dëgjuar për Shqipëri, akoma ka të tillë, që nuk e kanë dëgjuar akoma edhe cile kanë ardhur për herë të parë edhe kanë dashuruar, edhe shohin shumë të huaj, shohin si mundësi investime shumë mirë në gjithë pjesën e Bregdetit, jo vetëm Tiranën. Dgjoj, po në Bregdet minimalisht shkon 150-200 mijë. Jo, varet gjithmonë për të Bregdetit cili qytet e flasëm, se për Bregdetin e themi Shëngjin, Durrës, Vlorë, Saranda dhe pjesën e gjithë Rivierës, por në Shëngjin mund ta blesh një apartament në pallati 2024 me certifikat pronësia, me cilësi shumë të lartë, me pamje jo ballore në dete, po anësore, mund të blesh me 1.000, 1.100, 1.200 euro metri katror, që mendoj që sot është goxha mirë çmimen edhe konkurues në gjithë shtetet afër cilë është Shqipërisë. Kemi shumë bonuset pse shqiptarët më mirë të investojnë në Shqipëri. Po, kjo vlen për të huaj që vinë për ta blerë këtu, po nëse do... Po blenë edhe shqiptarët cili për shembull ka vite, cili kanë larguar nga Shqipëri, kanë bërë të ardhurat, sepse ne dim shumë mirë që për të mbledhur të ardhurat në Shqipëri është goxha më e vështirë si të punosh në shtet tjetër.
i blen edhe kthejnë këtu për ta blerë ta ketë një shtëpi dytë. Nga Kosova që është nëse flasim pjesën e Shëngjinit. Shumë njerëzit të blenë, se s'po flas as për Ukrainës, e Çeke, polakët cilë vazhdojnë në blenë në Shqipëri. Kështu që jam e bindur që çmimet, këto apartamentet cilë mund të jetë bosh, mund të jetë vetëm për arsye se nuk i kanë dhënë me qira, edhe unë kam plot klientët e mi cili kanë blerë, edhe kanë bajtur bosh, edhe unë kam sugjeruar që mos e qëndron bosh, hajde të jepe me qira më përzyrë, edhe ka funksionuar, sa vazhdon të jetë edhe kërkeset goxha. Për fatë të kesh minutat mbarua. Faleminderit shumë që ishit me në studio. Faleminderit juve. Faleminderit juve.